Kryetare të nderuar, deputet të dashur qytetar, sot jemi thirrur në një seancë të jashtëzakonshme, jo për ndonjë urgjencë shtetërore ose kombëtare, po për shkak të ndonjë krize emergjente as ekonomike, po jemi thirrur për t'i kaluar 10 ligje të zakonshme, të domosdoshme për qytetarët, por për t'i ikur procedurave të rregullta. Mi kalu 10 ligje pa debat, pa transparencë edhe pa përgjegjësi. Kjo nuk tregon diçka për urgjencën, tregon për tendencën për t'i ikur debatit parlamentar. Kjo është muangje nga përgjegjësia e secilit deputet në këtë sallë. Ligjet nuk janë dokumente teknike që kalohen si në vijë prodhimi, s'janë as për numra, as për qëllime elektorale, por janë kontrata për me u andreq jetën se cilit qytetar. E nëse janë të tilla, kërkohet debat, kërkohet analizë, kërkohet që këtu të kalohet vërtet atëherë kur jemi të sigurt për përmbajtjen e secilit prej këtyre ligjeve. Dhe sot po kërkohet që me emergjencë të kalohen këtu kontrata për qytetarët dhe të kalohen ligjet vetëm sa për sy e faqe. Të dashur deputet, ne këtu kemi ardhur me përgjegjësi të caktuara, kemi ardhur që të me ngulm t'i respektojmë rregullat që veti kemi vënë në këtë kuvend, që ta respektojmë kushtetutën dhe rregullorën e punës. Prandaj edhe këto dy akte kërkojnë që ne të mos i shmangemi procedurave sa herë që na teket për ligje të zakonshme, por kërkohet seriozitet që ne ta aplikojmë procedurat dhe seancat e jashtëzakonshme vetëm në raste të jashtëzakonshme. Prandaj, kalimi i këtyre ose kërkesa për të kaluar këto ligje pa debat parlamentar janë vërtet precedent që nuk i ka hije asnjërit nga ky deputet, asnjërit nga deputetët në sallë, por kemi përgjegjësi të gjithë. Ne si LDK nuk mundemi me pranu një qasje që i ikë procedurave të rregullta, e as që mbjell një farë që secila parti politike që vije në qeveri të imponoj agenda brenda natës, të kaloj ligje nga 10 ligje. Imagjinojeni sot janë në tavolin 10 ligje për nga përmbajtja komplet të ndryshme. Dhe sot është e premte, është mbrëmje, sapo në mëngjes e thamë që nuk i pranojmë ligjet e tilla me urgjencë, ne tani po na imponohet një agjendë. Prandaj si LDK nuk do ta pranojmë para së gjithas qasjen që ky kuvend të aprovoj ligje në një urgjencë të sifarsë që i imponohet deputetëve. Dhe për këtë jemi kundër praktikës, gjithsesi kundër praktikës që qeveria dëshiron ta imponoj agjendën e kuvendit, përderisa kuvendi është institucioni më i lartë i këtij shteti, që do duhej ta thirrte në përgjegjësi qeverinë dhe të mos i imponohej agjenda dhe t'i nënshtrohej qeverisë. Tani arroganca e numrave e sjell këtë situatë, po gjithsesi si parlament, po edhe si parti politike, do duhej që të ishim në ballë të detyrës edhe obligimeve tona. Prandaj, mos kaloni ligje pa debate parlamentare, mos impononi agenda dhe sillni në seanca të rregullta të gjitha këto ligje. Ky është mesazhi im për sot dhe LDK-ja nuk merr pjesë në votimin e këtyre ligjeve. Faleminderit zonja Lushaku.